Përshëndetje, ja pra ku u rikthyem prap tek podcasti më i ri, Te Xoxo. Pa humbur kohë, dua t'ju prezantoj me një këngëtar, super këngëtar. Ai ka lindur në 9/8/1998. Vend lindja Berat. Pyetja është, a jeti Ronaldo Nuka? Unë jam. Mirë se erdhe në podcastin më të ri që po qarkullon tani Urime dhe suksese. Faleminderit, në rrjetet sociale, Te Xoxo. Ky podcast promovon këngëtar, po ata që i bin dhe instrumentit vet. Mesaxhova unë ti i bisha dhe piano shumë bukur. Po. Po si mësove piano në plak? Atëherë unë vina i familja muzikantësh. Okej. Babi im është muzikant, organist, dhe kanë filluar që i vogël që ne kena mësu. Okej, super, shumë mirë. Po babin e pas ke pas muzikant, organist. Po këngëtar, kë ke pas? Xhaxhajnë. Xhaxhaj. Më i madhi. Okej. Do më thënë familja artistash. Familja artistash. Shumë bukur, bravo. Këtu lexoj unë 1998. Do më thënë ty të ka zënë babi 97. 97-ën. Në kohë luftash. Po. Ka qenë rrumuj, sidomos Berati. Katastrofë. Do më thënë babi jot ka pas qefin e vet, do bote fëmi. Gjithë u vrisin u prenin, baba jot do të sillte ty njet. Okej, Perle, e përshëndesim, ishte i moment batutash. Ky podcast përfshin dhe batutat, humorin, në kufit e asaj normales. Okej, para se të fillote podcasti, unë po dëgjoja që ti po i bie piano, se dhe isha aty në ato vetmin tate, kishe vënë kufjet edhe po këndoje. Komplet në botën time. Unë mendoj që ti ke një shpirt shumë të madh. Shumë. Edhe unë i vlerësoj njerëzit që i dedikohen muzikës, edhe e bëjnë muzikën me shpirt, me dashuri, me pasion, punojnë për muzikën. Unë doja të më performoje diçka të ndjera ashtu si diti bësh gjona ti. Me shumë kënaqësi. Okej, faleminderit. Dhimbja po të kishte gojë do fliste shumë për mu, se gjithë jetën ka shoqëru. Mendoja gjithmonë unë për ne të dy, kurse prisja këtë gjëna ty, se ti ma do akoma, rimbyllur të dhoma, se janë kujtime tona. Hamet e qabona, ti këtë gjitha, se ma ty hunisha, mua s'jes më mbeti, se dhimbja më treti. O shërbet. Kam pas shumë komente pozitive nga këtë këngë. Ashtu femrat atë kanë komentuar që si kanë qenë komentet e femrave. Shumë të lëndume. Ashtu Shumë. Si ka mundësi më. Vetëm femrat shqiptare lëndohen. Tjashmet nuk lëndohet asnjë. Erdi stacioni, thot, hajde, zbrit se erdi rralla. Shumë mirë. Ti jeton Berat apo në Tiranë? Unë për momentin të në Tiranë. A duket në i qikjet e vështirë në Tiranë? Me thënë drejtën është pak e vështirë. Është normal se vjen nga një... Por është dhe jetë e bukur shumë. Sfidat besoj se janë gjonat më të bukura që kalon njeriu. Shumë të bukura. Aventura. Pa tjetër që po. Okay. Po jeta në Berat, si ka qenë për ty? Jeta në Berat ka qenë... Jesh shumë e sukseshme. Ashtu? Pse? Sepse Berati është një vend dhe më thënë shumë i bukur, por nuk ka të ardhme për ne artistët. Nuk ka të ardhme? Po pse ç'a ndodh atje? Nuk kanë qef muzikën njerëzit? E kanë shumë qef muzikën, por nuk ka jetë. Nuk ka jetë se jo vetëm Berati, po shumë qytetet e Shqipërisë njerëzit po ikin dhe vetëm ikin. Dhe normalisht, nëse ti nuk je spektator ku ti dalësh të performosh, të këndosh, ai qytet vdes avash bashkë me njerëzit. Kjo është i plagë e madhe realitetit shqiptar. Po mirë, gjithsesi ne duhet ta trajtojmë me pozitivitet. Normalisht që po. Unë do doja një performancë tjetër nga ana jote. Patjetër që po, me shumë kënaqësi. Okej. Ishin gënjeshtra,
Fjalët në rjeshta, t'kam dashni, t'kam vesh ty për muje jeta. Ishin gënjeshtra, fjalët në rjeshta, t'kam dashni, t'kam vesh ty për muje jeta. Ha, qatë po dashnia, po pinga mërësia, via, via, via. E trisht melodia, ajo është e tia, stia, stia, stia. Asa të deshta, së mërshi gjeta, së shkupit, shpirti hyte lëmbrenda. Asa të deshta, së mërshi gjeta, së shkupit, shpirti hyte lëmbrenda. Ha, qatë po dashnia, po pinga mërësia, via, via, via. E trisht melodia, ajo është e tia, stia, stia, stia. Bravo, bravo, bravo. Faleminderit shumë vëlla. Se që përcjell ti kur këndon, dukesh vëlla që i mbyll syt dhe futesh në atë botën tate dhe këndon shpirti. Me shpirt. Sa e rëndësishme është për ty të bësh muzikë me shpirt që ndoshta nuk e vlerëson çdo kush, edhe të bësh muzikë komerciale nga këto hapa la lapa edhe të dëgjojnë gjithë. Se di, do me thënë kjo këngë që kam bo unë, më ka bëru në shpirti. Është komplet via dhe ideja ime, dhe nuk është se si kënoja të tjera, po këtu më fle shpirti. Patjetër, se puna e artistit është çik e çuditshme, se artistat funksionojnë me ndjesi. Me ndjesi. Nuk Do funksionojnë me me thënë, po s'më pëlqoj një material, se kënoj do të me shpirt. patjetër. Diçka që më pëlqen, futem komplet në botën e muzikës dhe i jap shpirt aty. Po me këto evenimentet si e ke bën ai lek? Ky sezon ka qenë një sukses, me të drejtën. Ashtu? Po, ja ka vlerë. Vjen mirë. Kam performuar dhe një olimpiadë botërore në Turqi para shumë vitesh. Ja, mos më thuj. Seriozisht. Po këtë Kam së diell. konkuru këtu në Shqipëri, kam dalë vend parë, dhe shkum konkurum në Turqi, Rumani, në Gjermani. Përfaqësoje Shqipërinë apo? Përfaqësoja Shqipërinë aty. Oh, super. Super. Aty ka qenë, domethënë, si se ta them, Kishe emocione, Shumë. kishe shumë, shumë. Shumë ashtu? emocione. Po ç'ne me muzikën turke ti o plak? Po kam qenë medrese, nëse ke dëgju. Aha, shkollë medreses. Ma dëgjoj një turk aty, Okej. edhe E po do kesh Në qenë rast kështu, se- do kesh qenë tuk nuk Kur'an ti, edhe të ka kapa Jo, jo. hajde këtu ti. ka qenë Bajram më duket. Po? Po, edhe Rëxhaj më çoi këto bokset, edhe se do të thirrësh ezani. Po. Edhe thot ky turku, më duhet një këngëtar, tha që kënon kështu turqisht, ta kena i çonta të vogël se na duhet. Tha po kam nipin. Po, tha ku ke nipin? Tha na i sill ta dëgjojmë mirë. Lajm një ditë shkova te shkolla dhe kënova edhe këngën damma jak salma yoldurmusun kalbim. Edhe i ra tavolinës bam, tha. Ky ishte, tha. Ky na duhesh. Edhe në aty më dha një këngë, më thënë që më tha mësoje këtë, se do vinë ca turq nesër dhe të performosh, të dëgjojnë ata. Okej. E mora këngën, u ula në shtëpi, tu e studiu, Okej. kisha me shef, mos e normalisht, Po pra. a dihet. E mora studiova, të nesërmen, erdhën turqit një 30-40 vjet aty, Jo. tum po aty dola që të emocion se normalisht ishte edhe i vogël, 14 vjeç, 15 vjeç, dëgjova aty dola, tu kënu, gjithë u kënaqën, gjithë aprishtim u kënaqën shumë dhe nga aty pastaj mësoj një këngë, 2 këngë, 3 këngë, konkurova në Tiranë, dola i pari këtu dhe shkum olimpiadë botërore për shkak që aty ishte nuk e di domethënë. Është kujtimi më i bukur i jetës time aty. Po, sa ka ndiku kjo në karrierën tate? Domethënë Artistike? nuk ndikoj shumë sepse më erdhi një ofertë për Tajland, po nuk shkova aty sepse e kishte Tajland? shumë frikë, po. Çdo në Ishte një Tajland ti koncert po aty. them. Ishte një koncert aty që duhesh bo, domethënë po ato vite ra një avion aty në Tajland. Edhe se kur u tremëm pak se dhe fëmijë kam qenë ato kohë.
Po mirë, shumë mirë. Ti prap nuk është se ndalove, ti vazhdove me Vazhdova prap, atë normalisht tadën. vazhdova se Normal, kur ka vazhdova, robi e. dëshirë e pasion për të arrit Normale. diçka, nuk ndalon kurrë. edhe kur të ndaloj. Jo, Do shumë vazhdoj mirë. gjithmonë. Shumë mirë. Po mirë, me qënë se na ceke këtë punën e olimpiadës, Po. a ma me në këngën që ke kënu? Do të bëj një bala turke besoj. Okej. Telefonun başında çaresiz bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Telefonun başında çaresiz bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki boşuna bekleme, haramaz gururumdan seni çok sevsem her şeyi sahip olabilirsin ama aşkımız servettir bilemezsin. Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben senin bir alak değil, bir ömür boyu ararım. Ömrümden seni. Çok güzel. Çok güzel abi. Çocukları çocuklarım Osama Bin Laden. Ja, kjo s'ka kuptim. Po pse Nuk- dias ishte turqisht kjo? Turqisht është vlla, po është, nuk e di. S'ka përkthim. Ashtu. S'ka përkthim. Po, a ja ke pa një qika erin muzikës në sensin Normal që e kam pa. dhrami? Normal që e kam pa. Ashtu ë? Po pse qajnë këto tjerët, jo s'ka punë, Nuk jo e di. s'ka lek muzika, jo Nuk e di. Për mua domethënë gënjen, gjithë marrin lek, asnjë s'trego. Pa përjashtim valla. Si tregon njëri dhramite, po qa bani këshu e quna. Nuk e di. Po, koteshi, a ke pas në i shumë këshu për shumë që të ka bit që ke fitu ndasëm? Shuma më e madhe kam qenë një punë në Shkodër, edhe ajo ka qenë më e madhja që kena marrë aty. Në Ka Shkodër? Po, Shkodër. I përshëndes shumë Shkodran. Po me kanë Shkodran, ta Ta na na i i banë ban. me noqe. Do na knosh edhe i kong tjetër, se kam qef, aman. Një këngë tjetër. Çka ke qef? Di qa kam qefun? Ato qunat e Beratit, është super kong. Po më? E bojmë? Okej, Përshëndesim shumë dhe Beratit. pa tjetër. Ej, qunat e Beratit! S'ka më të bukur se Berati. Je Ka kala e magale. come on. Edhe ura e Goricës. O s'ka më të bukur se kyve. Bravo, edhe shumë faleminderit që Faleminderit ti për ishe ftesën. te podcasti im, te podcasti më i ri dhe më trend që ekziston nëpër rrjetet sociale. Urime dhe suksese. Te shumë. Zozo! Mos harroni, kush ka qef, që është interesum dhe mendon që ka talent, që këndon dhe i bjen një instrumenti, s'do me thënë gjo pianos, na kontaktoj tek Zozo Music në Instagram, në Facebook, keni edhe numrin e WhatsAppit në YouTube, mund na kontaktoni dhe mund vi kush doj, është pa pagesë, si fillim. Okej, a do ta mbyllim me një këngë të bukur? Patjetër. E mbyllim. Okej, po e du balat, kështu nga ato me therme, me Balad. qame. E Okej, mbyllim. me këngën e fundit, ju përshëndes unë Zozo dhe Ronaldo Nuka. Ju përqaputhim që gjithve dhe na ndiqni në episodin e radhës dhe mos harroni të bëni subscribe te Zozo Music. Bye! Hera dhe fjalët më mbetën, Mënjat dhe malli më tretën,
zemra ime jam, ti se di, dhe vazhdon godesi thi, lom dhe shpirtim, që të dhe gjithashtu. Mos haro, se kur thyhesh nuk gënjen, edhe jetëm me ta fal.